Trump, një javë në pushim Rusi-Ukrainë, ka folë në fakt presidenti Amerikan Kulla dhe ka thënë që jam i gëzuar sepse për shkak të ftohtit që është atje, ju lutaj e thashtë paktën këtë javë që është merësisht ftohtë, temperatura shumë të ulta, mos bëni luftë. Jo mos bëni luftë. Po pra, bëni jarë pushim, pra? Jarë pushim, mos sulmo Kievin. Aje, kishe për Kievin? Po. Pra, kjo është prova e parë, pas negociatave që u bën javës që shkojnë në Emiratet Bashkuara. Që ishte ky Jared Kushner me këtë që ishin Amerikanët, Rusët edhe ishte Umerovi nga Ukrainët, nga Ukrainasit. Ky është rezultati i parë, pa përveç detajeve që ata po merren atje. Është një fitore e vogël. Parë besueshmërinë. Pra Trumpi në mënyrë të jashtëzakonshme si negociatori absolut që është një tregtar, nga biznesi vjen. Ka thënë ndërkohë që po ulim po bisedojmë të marrë një gjë në tavolinë që tregoj unë që mund të ashtu dhe me që javët e fundit, sidomos për shkak të kohës atje. Mua më tregon një miku im që jeton në Kiev, më thotë që këtu biznesi më i mirë tani thotë është shitja gjeneratorëve, ku do gjeneratorë. Se ka probleme me dritën, me energjinë. Sepse ata kanë sulmuar rusët në gjithë Ukrainën këtë strukturën energjetike dhe për shkak të ftohtit, për shkak të motit, më thënë ki parasysh që Kiev është qytet i madh, edhe Ukraina është, se gjithë hapësira e Ukrainës është sa gjysma e Evropës perëndimore sot, kupton? Është vendi më i madh i Evropës. Edhe ata kanë rënë dakord që për një javë të mos ketë sulme raketore nga Rusia drejt Kievit, po dhe drejt qytetet e tjera të mëdha për një javë, duke provuar që edhe ukrainasit, për testuar dhe ukrainasit, që edhe ukrainasit të shohin që mos bëjmë provokime nga ana tjetër jo me drone e tjerë. Por kjo nuk do të thotë që lufta në lindje ka pushuar, lufta vazhdon në lindje. Jo, patjetër, në Donbas, në Donbas, pra atje ku është fronti, në Donbas, në Zaporizhia, në jug vazhdon domethënë lufta, fronti vazhdon. Por është po provohet, ky është le të themi pas muaj dhe muaj të tërë duke provuar që të ketë një lloj shtensionimi për të çuar drejt negociatave, të cilat janë shumë të vështira e tjerë. Ky është rezultati i parë që Trumpi ka mbërritur pra nga bisedimet direkte Rusi-Ukrainë për të patur një... Të cilat nuk vazhdojnë më apo jo? Vazhdojnë. Vazhdojnë akoma. Thjesht janë në heshtje, nuk negociatat teknike vazhdojnë. Qartë. Deri tani kanë qenë që amerikanët flisin herë me rusët, herë me ukrainasit, tashi kanë ulur grupe teknike palët me harta, me llogari e tjerë kanë ulur në bisedë. Që bërë një reagim të Zelenski, se kuptuam Kemi dhe një sinkron. Kemi sinkron, ja do të dëgjojmë Trumpin, kolla dhe rikthehemi. Jepi Ledion. And because of the cold, extreme cold, they have the same that we do. I personally asked President Putin not to fire on Kiev and the cities and towns for a week during this. It's extraordinary. It's not just like cold, it's extraordinary cold, record-setting cold. Over there too, they're having the same. It's a big pile of bad weather. It was really. They said they've never experienced cold like that. And I personally asked President Putin not to fire into Kiev and the various towns for a week. And he agreed to do that. And I have to tell you, it was very nice. A lot of people said, don't waste the coal, you're not going to get that. And he did it, and we're very happy that they did it. Pra, Trumpi edhe njërë tjetër tregon që tani që e futi Rusinë edhe në bordin e paqes, pasi javës që shkoj... A pse firmos në ta? I ka thënë drejt për drejt Putini, madje priti presidentin e Palestinës, i tha nga ato parat... Gati dhe baby face-in në radio të dërgojmë kullës, se shfan si kullës në gjitha, për emisionin. Nga ato parat që janë blokuar rusista në Amerikë, 1 miliard tonë, një pjesë atyre parave, do destinohen komplet për Palestinën, ja tha presidentit Palestinës në Kremlin. Kush Putini? Putini. Por çdo më thënë kja fali? Ja fali, po ato janë parat e blokuara në Amerikë, do më thënë, i tha Amerikanëve nga ato që më kej blokuara, merë 1 miliard dhe jepja dhe po Rusia ka konfirmuar që do jetë pjesë e bordit paqes dhe e ka konfirmuar këtë edhe nëpërmjet ministrit jashtëm dhe nëpërmjet presidentit. Kështu që le të themi, kishe drejt sa po vjen lajmi, Kherson dhe Zaporizhia vazhdojnë bombardime, disa të vdekur dhe 10 plagosur para 3 orësh. Po. Ndërkohë që tregon që
pavarësisht vështirësisë, ka disa përparime të vogla dhe për këtë arsye Trumpi personalisht, duke justifikuar që ja pse po vazhdojmë negociatat, ka marrë le të themi një javë fitore gratis të armëpushimin, por mendoj që është edhe një test për të parë nëse funksionon apo nuk funksionon armëpushimi. Gjë që është shumë e vështirë, por do të jetë shumë interesante se nëse me një marrëveshje me Rusinë do kemi armëpushimin këtu dhe po këtë javë do kemi një sulm të shpejt, preciz edhe të fort ndaj Iranit, si që shprehen ushtarakët edhe të Amerikanë, edhe të Izraelit, domethënë, atëherë do të thotë që një lloj forme kemi edhe një shkelje të syrit të Rusisë, Amerikës, si thotë bjeri pak Iranit që mos bëj atë lidhje me tuba gazi dhe nafte me Kinën, se për mendimin tim ajo që po kërkon Trumpi të marrë nga Irani janë dy gjëra. Një, ndërprerja e programit bërthamor dhe dy, ndërprerja e projektit për ta lidhur Kinën dhe Iranin me naftë dhe me gaz. Dhe ti thua tani dhe bëre shumë mirë që ma lidhe me Iranin, që folën pak më parë. Sepse ndodhin në të njëjtën kohë. Pikërisht. Ti thua tani Putin ishte interesuar, do ishte interesuar që Trumpi në këtë momente t'i binte Iranit, edhe pse me Irani Putini, Rusia ka një... Rusia dhe Irani janë aleat. Rusia më tje ka... Po, ki parasysh që në njëtën kohë në Iran po luajnë fort kinezët, sepse kinezët kanë interesin e tyre strategjik që të marrin naftën dhe gazin e Iranit me tuba nëpërmjet Afganistanit, pra gazsjellës dhe naftësjellës. Ta kam thënë gjithmonë, kur qofësh një luftë në atë rajon, mendoj një gazsjellës dhe naftësjellës që qëndron nga mbrapa. Dhe me largimin e NATO-s nga Afganistani, rruga për të shkuar me tuba nafte dhe gazi nga Irani në Kinë është shumë e shkurtër, se duhet të kaloj vetëm drejt për drejt nëpër Afganistan. Kështu që mendoj që edhe Putinit intereson që vetëm nga Afganistani janë të mundshme kalimi këtyre tubave? Po aty është më e shkurtër. Atëherë pyetja ime kullat, tani këtu është komplet fantazi. Dhe dyta, si Amerikanët, Trumpi të paktën, dhe jo vetëm Trumpi, nuk rikthehen prapë në Afganistan. Nuk rikthehen dot çan. Jo pra. Po si rikthehen dot çan? Po jo ta pushtojnë apo. Jo të thonë. Patën të kenë një bazë. Nuk e kanë dot, kanë ikur nga aty. Luftë e humbur ajo. Është një nga turpet e perëndimit, është luftë e humbur. Dhe të gjithë njerëzit që u bën me ta kanë heq shumë keq. E humbur thua ti, po mos harro një gjë. Unë kam pas mik tan. Të them një fjali. Pas mik për 20 vjet me radhë. Atje ka qenë, është bërë 20 vjet me radhë tregtia më e madhe e heroinës në botë, ku aty e di. E di shumë mirë, po nuk është ai që humbur duat. I vllai Karzait ka qenë i ish presidentit, ka qenë dhe tregtari kryesor, po pra nuk është luftë e humbur, pra varet se për kë është humbur. Luftë e humbur çan. Varet se për kë pal, pra. Luftë e humbur çan. Edhe një s'po më dëgjon. Ikën vërtet pas 20 vjetësh. Ikën çan. Po për 20 vjet tregtia e heroinës nga kush ka qenë e kontrolluar? Si nga kush? Jo, zezë thash asgjë, më fal. Po kulla dhe po ishim këtu, pra Putini thua ti me gjithse aleat, hop, er pas eri kujton Iranit që pa armët e mia nuk mund të mbrosh. E di pra. Po pse mo ti thua që Irani është vet apo është e furnizuar nga Rusia? Atëre, Irani është vet. Prodhon vet? Po, por nuk mund të prodhoj dot disa lloje armatimesh pa Rusinë, një. Dhe? Pra nuk mund të ketë mbrojtje bërthamore pa Rusinë, dy, sepse s'ka vet Irani mbrojtje bërthamore. Dhe pozicioni gjeografik që ka Irani, që lidhet me Rusinë nëpërmjet detit Kaspik, e detyron Iranin që Irani të varet nga Rusia. Por në anën tjetër, Irani kërkon që të shkputet nga varësia nga Rusia dhe të qofë në një lidhje ekonomike drejt për drejt me Kinën. Po ndërkohë me Kinën vazhdon, është duke bërë tregti në këtë moment e Irani. Bën, por nuk ka tuba të drejt për drejt, se po kalojnë nga Afganistani. E bën me anije. E bën me anije dhe anijet kalojnë këte nga gjiri persik. Edhe ti thua që nuk është arsye pse Trumpi kërcënoi Rusinë, kërcënoi Kinën me rritjen e tarifave nëse do vazhdon të blente gaz dhe naftë iranian. Po ata s'pjedhin shumë dhe kinezë, apo jo? Se janë ata fuqishëm. E ke parasysh që palët këtu flasin për drejtat e njerëzit, për liri, demokraci. Të gjithë parimor janë në llojin e vet, e ke parasysh. Jo, nuk pjedhin shumë, do të them kinezët, pra vazhdojnë punën. Po sigurisht gjitha palët vazhdojnë punën këtu. Por ke parasysh që kjo gjë që po ndodh Rusi-Ukrainë dhe fakti që rusët u bën të dëgjueshëm në këtë javë me Trumpin, më bën dyshoj që në një lloj forme rusët mund të thonë të shkelin syrin, të thonë bjerë një herë që të ftillohen këta, ta kuptojnë që pa ne nuk kanë ku shkojnë, kupton? Sepse edhe në Iran situata brendshme nuk është kaq e thjeshtë. Qartë. Sepse në Iran ka shumë grupe interesi, për shembull 50% e popullsisë është perse në Iran, gjithë popullsia tjetër është mikse.
Ikën prapë te Irani. Pastaj më ri pak te Putini, se me Iranin e mbaruan, po pavarësisht ti bëre shumë që e lidhe. Por ta mbyllur. Ti thua kjo javë pushimi nuk është e rastishme, thua ti. Po. Mendoj që s'është e rastishme. Po unë mendoj që kjo javë pushimi s'është e rastishme dhe është test pikërisht për marrëdhënien Amerikë-Rusi. Sepse amerikanëve intereson që të prish BRICS-in, e ka thënë Trumpi para se të bëj, të kujtohet para se të bëj president. Projekti im është Do e arrit thua? Një nga ato pikat kryesore për ta prish për gjithmonë, dy janë, domethënë, është Grenlanda lart, pra Poli Veriut, dhe tjetër është Rusia-Ukrainë. Dhe unë mendoj që Trumpi mund t'ja arrijë, domethënë, nëse bën një marrëveshje, një aleancë strategjike me Rusinë në funksion për të izoluar Kinën, mundet, sepse në anën tjetër Trumpi është fokusuar në rimarrjen e kontrollit të Amerikës së Jugut, që do të thotë planifikon që pas 2 vjetësh të mos jetë më Lula në Brazil, po ta rimarrë edhe një herë djatha. Dhe Afrikën e Jugut e kanë më kollaj, dhe nëse domethënë problem ngelet vetëm India dhe Kina. Po India dhe Kina pa burime energjetike. India duhet thënë që është neutrale në këtë moment apo jo? Jo, India është shumë e lidhur me Kinën edhe me Rusinë. Edhe me amerikanët, si kanë keq punë edhe me Trumpin. Keq i kanë, nuk i kanë mirë. Ti e ke parë lufta tregtare mes Rusisë dhe Indisë ka ardhur duke u rritur, sepse India po luan shumë fort në Kanada. Pra, atë kashillëk që i bën Kanadaja Amerikës, e bën edhe për shkak të Indisë. Ki parasysh që India sot kontrollon 25% të Afrikës, Afrikën lindore gati të gjithë, dhe ky mamdani i famshëm indian është indian nga Uganda. Edhe pastaj është edhe ajo 25% të Kanadas e kontrollon India, se indianët nuk bëjnë dëzhurmë. Pra, në këtë ata janë edhe më të qetë se kinezët. Po pra, në këtë kohë që gjithë po merreshin jo lufta këtu, jo lufta atje, ata nuk shkruan një marrëveshje me Bashkimin Evropian. E peti që shkoi edhe von der Leyen edhe ky presidenti i BE-s. E bën një marrëveshje. E bën një marrëveshje për makinat, për energjinë, për këto etj, kupton? Edhe indianët janë shumë të rrezikshëm, por edhe indianët kanë nevojë për naftë. Edhe virusin i kanë të papara. E ke parë virusin e fundit që po tërbon botën? Po inshallah s'po kthehet si Covidi shumë shpejt. Se po na kthejnë 6 vjet. Thonë që nuk është pandemik, është thjesht epidemi, nuk është pandemi. Po, e di si zhvillohet pandemia. Duke dalë jashtë kontrollit epidemia. Ja, po, nuk transmetohet me ajër, thonë, pra transmetohet shumë nga kafshët, nga këto. Po se dim, ta shohim. Nga ushqimet që hanë. 1 miliard banori kanë. Ka rënë gripi keq shumë, kujdes. Ruani kalamajt. 1 miliard banori ka. Jo, me qëra fjalla, kulla. Po. Bëm një xhiro në Çilek dhe rikthehemi prap. Sa e duk të fjalën Çilek. Të pëlqen, ë? Shumë. Nga që është turqisht. Shumë e bukur. I do turqisht shumë, i do. Po, ti 500 vjetë çan nuk janë. Tamam, s'ke fajnë fakt. Është fut thellë në gene, kulla, ha? Po sigurisht. Hita. E Çilek